Përshëndetje, unë jam Dorina Shamo, sipërmarrëse e Frontera Akademi, Frontera Qendra dhe Vanmed Distribucion. Sot në këtë podcast kam të ftuar drejtorin e Shqipërisë së Vanmedit, së distribucionit ton, që tashmë ka kaluar si specialist produkti për Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Maltezi, duke qenë se ne operojmë në tregun e Ballkanit. Johan, mirë se erdhe. Dor, faleminderit shumë për ftesën. Për mua është kënaqësi e madhe të jem pjesë e këtij podcasti dhe realisht uroj shumë suksese në këtë nisëm të re që ti ke ndërmarrë. Unë dua të pyes, sigurisht ne kemi vite që punojmë bashkë dhe pothuajse që në filesë të Vanmedit, çfarë të ka mbajtur ty kaq gjatë tek Vanmedi? Unë mbaj mend ditën e parë që kam filluar në Vanmed, natyrisht vjen nga një sektor tjetër, mbaj mend kur ne jemi takuar për herë të parë, kam ardhur për të shitur diçka tjetër dhe ndërkohë ushqita vetë. Dhe nuk e di, ishte diçka që një ndjesi që mua më lindi e menjëhershme mund ta quaj. Dhe nga i moment dhe çdo ditë që ne kemi kaluar në Vanmed, sa ka ardhur është forcuar akoma më shumë. Sigurisht nga sfidat e vështira, duke qenë se ne operonim si kompani farmaceutike në një treg të vështirë, dhe tashmë prej disa vitesh në tregun e pajisjeve mjekësore, ka pasur dhe ndryshime në staf. Ne e bëjmë dhe batut këtë gjë me bashkarisht. Ka nikur menaxher, ka nikur drejtues të ndryshëm, ndërsa ti jo, stoik, edhe kur të ofruar për të shitur nga mungesa shumë e lartë në tregun e pajisjeve të mjekësisë estetike, ti nuk u shite kur. Mbase ka që kjo ndjesia që më ka mbajtur më shumë se sa vlerat monetare që mund të më jenë ofruar. Ka qenë kjo ndjesia që ne u bëm si një familje, po e quaj, që nuk e di, jam ndjer mirë për mos t'u joshur nga diçka tjetër jashtë Vanmedit. Ka dhe një gjë që mua ndonjëherë më duket edhe e çuditshme. Ti kur nuk je futur në zyrën time për të kërkuar që të bëhesh drejtor, ose të bëhesh drejtor i përgjithshëm i të gjithë Vanmedit të gjithë Ballkanit. Pse? Unë kam menduar që ose në gjithë historikun që ne kemi bashk, çdo vlerësim që më ka ardhur, ose po e quaj nuk më ka munguar vlerësimi nga ana juaj. Dhe kam menduar që në një moment kur ju të më vlerësoni që unë do isha gati, atëherë do vija do ma propozoje ti. Do ishte një gjë. Nuk kam dashur kur që sigurisht kjo nuk ka bërë që ty të mungojë ambicia për këtë. E ke parti ndryshe suksesin tënd në këtë kompani, se sigurisht nuk ka në të gjithë Ballkanin, nuk ka asnjë që nuk e di tashmë emrin tënd. Ke parti në një format tjetër suksesin tënd brenda Vanmedit? Patjetër që po, sidomos në këto 2 vitet e fundit, një vit e gjys po e quaj, që unë kam qenë në pozicionin dhe të drejtorit, ka qenë një ndryshim rrënjësor për mua në rritjen time profesionale, njëkohësisht edhe në rritjen time dhe në sytë e klientëve me të cilët ne bashkëpunojmë. Sot unë me modesti e klasifikoj veten si pika e referimit e Vanmedit për çdo klient me të cilin që ne bashkëpunojmë. Kush është roli jot në këtë kompani sot? Si e vendon ti? Nuk e di, nuk mund t'i bëj një emër, se në çdo moment unë jam Johani. Kështu që kur duan t'i lënë faj njëri tjetrit në kompani, gjithmonë është Johani. Sepse është e lehtë. S'ka problem. Gjithçka bërsi. Johani është mësuar të mbajë pesha, kështu që për mua nuk është problem. E rëndësishme shumë është që Vanmedi të jetë okay dhe të jetë si përpara, pastaj çdo që është okay. Padyshim që ka vështirësi, sepse shitjet janë të vështira dhe ka sakrifica, ka vështirësitë e veta, ka dhe të fshetat e veta. Mban ti mend një rast të veçantë të shitjeve që të vjen në mendje, nëse patjetër shitje ke bërë shumë edhe bëjmë çdo ditë, mban ti mend një rast të vështirë? Raste ka shumë. Raste ka po. Ndoshta çdo ditë mund të ketë një rast vështirë që ne duhet mbajtur mend. Unë mbaj mend disa, por mbaj mend një rast ku jam nisur
për të shkuar në një klient, për të shitur një lazer që ishte në një vlerë dhe diskutoj që do shisim një lazer duke qenë se ne operojmë dhe me lazer të përdorur, dhe kur ka marrë nga i klient, ka marrë një deal që nuk e 5 herë më shumë se sa ajo vlera e atij lazerit. Dhe kjo ka qenë, nuk e di, një nga sfidat më të mëdha që kem kaluar. Sepse kem mësuar që normalisht ne nuk mund të paragjykojmë klientin. Ne nuk dim asnjëherë. Në si moment, ne nuk e dim asnjëherë se kë kemi përballë. Ti tenton në çdo moment që të kuptosh, por asnjëherë nuk e vetëm në momentet kur ti finalizon aty kupton se kë person ke. Ose në momentin, sepse Vanmedi ka një modë të shëmtuar, për të thënë, por normalisht ne vazhdimisht e bëjmë shaka midis nesh, që nëse do blej, duhet të shkoj në spital. Patjetër. Kjo është ajo që ne përmendim çdo ditë. Unë sa herë që një klient para një tratative shitje më shkruan që kam dikë smur ose jam spital, aty them e shita. Aty them e shita. Aty themi kemi bërë bingo. Po. A ka në një ti kur shikon një klient dhe thua që do duhet të ngrejmë një besim, do duhet të kemi një pikë të fortë. Kush mendon që është pika e fortë që Vanmedi ka, që besimi është shumë i lartë nga klienti dhe ai bëhet një blerës, bëhet një partner i Vanmedit? Ne kemi disa gjëra të cilat ne i klasifikojmë si pikat forta që ne i kemi si kompani, po e quaj. Ne që në momentet e para klientit i japim besueshmërinë fillestare duke e ftuar që ta provoj pajisjen apo produktin për të cilin ne jemi duke diskutuar dhe pastaj të vendosi. Dhe kjo është, unë mendoj që është gjëja më primare dhe fal fronterës, që ne kemi përdorur vazhdimisht si një qendër demo dhe një qendër klinike, po e quaj, me të cilën klientët kanë ardhur, kanë provuar fillimisht pajisjet dhe pastaj kanë vendosur. Kjo mund të jetë, unë po e quaj aja me të cilën ne na fillon puna. Pastaj normalisht ka praktikisht çdo gjë që është në pjesën e reklamës ka mundësi të provohet paraprakisht. Sepse klientit unë mund t'i them shumë fjalë, si çdo distributor tjetër e botës, siç i thon të gjithë, por kur ai vjen e provon pajisjen, shikon rezultatin e menjëhershëm apo ndoshta edhe në kohë për disa sisteme të tjera, aty bindja është maksimale. Pra fjala ime sigurohet dhe vërtetohet 100%, po e quaj. Shitjet janë të vështira shpesh herë, por janë edhe të bukura. Çfarë sfide ke pasur ti brenda vetes? Do të thënë, ku e shikon ti Vanmedin në një kohë tjetër? Çfarë sfidash i vë Joani vetes për Vanmedin? Tashmë mund të flas më i qetë dhe më i sigurt për Vanmedin se sa mund të flisja para disa vitesh kur ne nuk e dinim se ku do ishim, ndërkohë që ne sot jemi distributor në 4 shtete. Dhe unë shikoj Vanmedin që në një të ardhme shumë të afërt të jetë distributor për të gjithë Ballkanin, për pjesën e pajisjeve që ne distribuojmë. Kjo është nga ëndrat e mia, po e quaj, që Serbia. Serbia mund të jetë më afërt, por pse jo dhe më larg? Po, do ishim ne të mundur ta përballonim gjithë këtë vështirësi? Natyrisht është. Sigurisht çdo shtet ka rregullat e veta, ka vështirësitë e veta. Tashmë që unë jam në lëvizje gjatë gjithë kohës nëpër shtete, shoh që secili shtet ka specifikat e veta dhe sfidat e veta. Ne mund të mos jemi gati, por ne duhet përgatitemi shumë fort që të kemi staf të mjaftueshëm për të përballuar edhe sfidat që na jep Ballkani. Është shumë e rëndësishme që të jemi gati dhe të zhvillohemi në këto shtete. Nëse Vanmedi do ishte i joti për një ditë, çfarë do bëje ndryshe? Për mua Vanmedi ka qenë i imi gjithkohës, nuk e kam parë asnjëherë si tondi kështu. Nuk e di, ka gjëra që ndoshta edhe mund të ndryshojnë, ka gjëra që duhen përmirësuar, ka gjëra që ne kemi nisur totalisht, kemi qenë të gjithë pa pikë eksperiencë në këtë sektor. Dhe dita ditës kemi ndryshuar. Kështu që prapë ka vend për përmirësim, patjetër që po, dhe patjetër ka vend akoma dhe për përmirësim. Ka element që duhet i përmirësojmë me kohën. Sigurisht i njeh edhe mënyrën e distributorëve të tjerë. Çfarë na ndryshon ne dhe ata?
sigurisht konkurenca është gjithmonë bën mirë dhe duhet të jetë, dhe ne kur e filluam kishim vetëm një kompani në Shqipëri, aktualisht ka pothuajse të gjithë brendet multinacionale janë tashmë në Shqipëri. Pothuajse janë të gjitha. Çfarë bëjmë ne ndryshe? Çfarë ne sjellim risi përkundrejt tyre? Unë mendoj që ne gjithkohës, edhe këtë e them prapë me modesti, kemi qenë një hap përpara në disa elemente. Ne kemi filluar duke pasur një klinik demo me të cilën ne organizonim ose suportonim klientët tanë edhe pas procesit të shitjeve. Ka qenë për mua procesi pas shitjeve është një ngërç tjetër ose një sfidë më vete që trajnimet është shumë e vështirë, dhe ndoshta kjo na ka ndihmuar shumë që ne sot kemi shumë klientë që nuk janë vetëm me një pajisje, por fal suportit që ne i kemi dhënë, ata na kanë besuar për të bërë dhe investime të tjera në VanMed. Sfidat ose elementi tjetër që ne sot jemi prap mendoj një hap përpara është hapja e Akademisë Frontera, e cila jo vetëm për tregun shqiptar, por unë mendoj që është një nevojë për gjithë rajonin. Dhe kjo prap është një sfidë, është një hap tjetër që ne jemi më përpara pjesës së konkurrentëve. Nuk po flas për cilësinë e produkteve apo të brendeve, se normalisht janë gjitha brende dhe nuk gjykoj. Ne flasim për punën e përditshme apo dinamikën e përditshmërisë tonë. Ti shef edhe Malin e Zi dhe Kosovën dhe Maqedoninë. Si është Shqipëria në nivel zhvillimi krahasim me ato shtete? Shqipëria ka ecur shumë. Në këto të paktën periudhën post-Covid, Shqipëria ka ecur shumë në sektorin e mjekësisë estetike, është rritur ndjeshëm. Natyrisht ka akoma shumë vend për përmirësim, patjetër që po, sepse në kohë kaq shkurtër ne kemi bërë shumë. Ndryshe nga pjesa e Maqedonisë, Kosova është duke ecur. Kjo vjen në nivel investimi, pajisjesh, apo dhe në nivel hapish numër klinikash, apo investim të brendshëm, apo në mjek apo specialist? Janë të gjitha bashk, janë në investime që Shqipëria gjithmonë investon më shumë, ka investuar më shumë deri tani, duke qenë sepse ne kemi ndoshta edhe këtë lidhjen më të afërt me tregun italian dhe ne i kemi ndjekur vazhdimisht Italinë. Numri i hapjes së klinikave padyshim dhe ky ka qenë një element që ne na diferencon, po e them nga shtetet e rajonit. Ka disa elementë që Shqipëria është zhvilluar më tepër. Por thash ka gjithmonë nevojë për tani është momenti i standardizimit. Unë e quaj që është momenti i standardizimit. Ti je një nga sigurisht më të vjetrit, edhe do ishe edhe nga ata që do shisje më shumë se të gjithë. Ke kontrata pafund që ke bërë me klient. Kjo vjen sigurisht edhe përfitimi ka qenë i lartë. Por kjo ka ardhur më shumë nga përfitimi ekonomik apo nga dëshira jote për të rritur besimin, për të rritur vetvete, për të rritur besimin ndaj meje, qoftë edhe nga ekipi që ti ke drejtuar përpara? Unë e quaj ka qenë një sfidë më shumë personale se sa nga ana monetare. Ana monetare ka ardhur dhe patjetër vjen kur ti ke rezultate të larta në shitje, ana monetare vjen. Unë e kam klasifikuar ose e kam konsideruar, thash edhe më herët që VanMed e kam konsideruar si timin dhe kam dashur që gjithmonë të zhvillohet. Jo vetëm tani që jemi me pajisje mjekësore me vlera goxha të larta, por edhe kur ishim kompani farmaceutike, që nuk kishin këto mundësi dhe nuk kishin këto të ardhura, prapë unë e kam konsideruar si një gjë që duhet të zhvillojë dhe të ecte përpara, sepse kam parë dhe diçka, kam parë dhe dëshirën tënde që kjo gjë duhet të zhvillohej. Dhe kam dashur që të jem gjatë gjithë kohës pas teje për ta çuar përpara. Ti ke një lidhje shumë të veçantë me klientin dhe shpesh herë ndodh që ne bëjmë edhe debate bashkërisht dhe unë them, po ti je me mua apo je me klientin? Sepse ti ke një suport shumë të lartë dhe një mbarvajtje shumë mirë dhe kjo është edhe arsyeja që dhe ata të duan shumë. Por shpesh herë të bën të heqësh dhe nga vetja për këtë gjë. Je i gatshëm të heqësh nga vetja vetëm për suportin ndaj tyre. Unë mendoj që ne jemi një, klienti dhe kompania, dhe normalisht ne kemi një shprehje në VanMed që procesi jon i punës fillon pasi kemi shitur. Aty fillon gjithë sfidat që ne kemi. Këtu ka lindur sektori, po e quaj, ka qenë sektor totalisht i ri.
klientët që ne sot kemi kur kanë nisur investimet, për ta kanë qenë vlera shumë të larta. Dhe normalisht kanë qenë investimet e para të tyre, nuk kanë qenë të mësuar më herët me investime, me shifra shumë të larta. Me shifra shumë të larta. Dhe normalisht kjo gjëja her pas here kërkonte që ti të ishe shumë delikat në ruajtjen e raporteve me ta. Ka qenë e vështirë dhe ndonjëherë kemi pasur dhe këto debatet që ti je me datat e kësteve. Por se duke bërë edhe bank për klientët pa interesa, ka si të vështirësitë e veta që dhe për kompaninë. Patjetër. Sepse bëheshin shumë edhe vështirësitë ishin të larta dhe një nga debatet ishte datat e kësteve. Kur vinë ato datat e kësteve që unë duhet të filloja më duke vetë si xhandar që duhet kërkoja pagesa për çdo klienti, sepse realisht edhe për ne atëherë ka qenë një periudhë shumë e vështirë. Normalisht klientët paguanin një pjesë të investimit në momentin e parë, pjesa tjetër i kalonte dhe e paguanin me këste. Mirë po kur u bën shumë klient, kjo gjëja u bë pak më tepër e vështirë. Deri në momentin që ne arritëm zgjedhjen e leasing, futjen e leasing si proces dhe aty çdo gjë pastaj. Janari 2025 ishte lirim total për të gjithë, ishte lirim. Dhe që nga ai moment nuk kemi pas më debate me klientët për çdo gjë zgjidhur dhe kemi qenë të mirë dhe zgjidhur. Ke ti brenda vetes ndonjë gjë që do ndryshoje tek mua si individ, jo më si një sipërmarrëse e Vanmedit. Do të thënë, ka gjëra që do të bënin ty të vije më me qef në punë se ç'vjen sot, që do të ndryshoja unë? Kam frikë se po ndryshoja ndonjë gjë, mbase s'do vija më kështu. Nuk po du. Që më mirë. Ja, më mirë jemi okay. Unë të falenderoj shumë që bëre pjesë e podcastit tim dhe patjetër që i je pjesë e një familje të Vanmedit që çdo ditë ne ndajmë eksperjenca, vështirësi dhe unë realisht shoh tek ty një krah të djathtë, e kam parë që herët dhe këtë ma ke vërtetuar me vitet e punës dhe me afatgjatësinë tënde në punë. Tash po je një familje. Dora, dhe unë falenderoj shumë, sinqerisht falenderoj me gjithë zemër për gjithë suportin që më ke dhënë mua, besimin që më ke dhënë mua, por njëkohësisht edhe për afrimin ose atë ndjesin që më ke bërë të jem pjesë e kësaj familje. Se normalisht nëse ti nuk do ma kishe thënë këtë gjë, mbase realisht uroj dhe shumë suksese në të gjitha nismat e tua. Vetëm të lutem, ndalo. Faleminderit shumë. Faleminderit të gjithëve.